ne dole me kandidatët më të mirë që kishim nga Likova deri në Strug, dole me programën më të mirë, dole me program që ofronte zgjidhje për problemet e qytetarëve, oponentët tanë në pamundësi dhe duke mos pasur program, duke mos pasur kandidat, dolën me idenë e referendumit, le që nuk morën asnjë komunë, por ata dështuan edhe për listat për këshill. Prandaj, ne sot jemi këtu që garantojmë qytetarëve të gjithë komunave të cilët i kemi fituar dhe cilët kemi shkuar në balotazh, që edhe më tutje ne do të jemi këtu për t'i zgjidhur hallet e tyre, për t'i zgjidhur problemet e tyre, dhe sigurisht tash në palën tjetër duhet të mendojnë a do të kërkojnë zgjedhje parakosh mos e jo. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë me punë në komunën e Tetovës, nga nesër do të vazhdojmë me punë edhe në komuna tjera nga Teaca, Bogovina dhe gjithë komuna tjera, Zhelina që i kemi fituar, dhe sigurisht që tani më Kollogun, tani më gjithë komunat të cilat kanë kandidat të Blenit, i pret një dritë, një ardhmë e ndryshme. Faleminderit dhe shihemi në fitoret e radhës.